Në sallën e Muzeut Historik të Qytetit të Lushnjës, me pjesëmarrjen e mësuesve, drejtuesve të institucioneve arsimore dhe përfaqësuesve të shoqatave kulturore, u zhvillua një takim studimor dhe diskutues rreth librit Evolucioni i abetares dhe gjuhës shqipe. Aktiviteti u referua nga dy pedagogët e njohura, Natasha Shuteriqi Poroçani dhe Shqipe Shyti Haxhi Hyseni, dhe u organizua nga shoqata AKMZQ-ja Dega Lushnjë në drejtimin e zonjës Zhanta Kumbaro dhe me pjesëmarrjen edhe të kryetares së Bashkisë Lushnjës, zonja Riselda Sefa. Takimi nisi me intonimin e himnit kombëtar, interpretuar nga Gëzim Xhaxhai. Është linur portes i një dëshmo. Më pas fjalën e hapjes e mbajti organizatorja e aktivitetit, zonja Kumbaro, e cila falenderoi pjesëmarrësit dhe uroi mirëseardhjen e dy pedagogëve, duke theksuar rëndësinë e studimit mbi evolucionin e abetares në ruajtjen e zhvillimit të gjuhës shqipe. Evolucioni i abetareve në Elbasan, nga nisje tekstuale tek ndikimi në arsim, është një studim mbi kontributin e autorëve elbasanas për shkrimin e leximit shqip në vitet 1867-2024. Duke dëshmuar për vizionin e autorëve mbi mësimdhënien të nxënët dhe të formimit të nxënësit me vlera qytetare, do të njihemi me kontributin e alfabet shkruesve, duke nxjerrë në dukje rolin e tyre për zhvillimin e arsimit kombëtar dhe të kulturës gjuhësore shqiptare. Ky studim i realizuar nga doktoresh Natasha Shuteriqi Poroçani, njëkohësisht redaktore gjuhësore e letrare e teksteve shkollore, dhe profesor i asociuar në shkencat e edukimit, doktore shqipe Shyti Haxhi Hyseni, autore e teksteve shkollore të gjuhës shqipe nga klasa e parë në të pestë, të miratuara nga Ministria e Arsimit, aktualisht pedagoge pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës. Të ftuar në këtë takim kemi mësues të arsimit parauniversitar nga shkollat e Bashkisë Qytetit Lushnjë. Më pas, fjalën e mori kryetaria e Bashkisë Lushnjës, zonja Riselda Sefa, e cila u shpreh se aktivitete të tilla kushtuar arsimit abetares dhe shkronjave shqipe kanë rrënjë të thella historike, duke nisur që nga Kongresi i Alfabetit Shqiptar, i mbajtur pikërisht në Lushnjën e MZQ-s. Gjitha për të folur për gjuhën tonë të bukur shqipe, e cila një nga elementet e saj më të rëndësishëm që mori unifikimin e saj në këtë vend, e mori pikërisht edhe nga ky qytet, nga Lushnja jon, nga Kongresi Arsimor i Lushnjës, për cilën ne krenohemi dhe pse flitet pak, por patjetër që duhet jemi ne të ngrem zërin shumë për t'i bërë të gjithë të kuptojnë se sa rol të rëndësishëm ka pasur ky qytet, por patjetër nuk mund të organizojnë ndryshe se sa në këtë qytet kur kemi edhe mja figura si Vat Korreshi, Paslia Lidje, shumë shkrimtar të tjerë, të cilët kanë lënë dhe ata emrin e tyre kanë ngritur dhe kanë dhëndur në panteonin e letërsisë shqiptare. Dhe është shumë e rëndësishme, mendoj që ne këto sesione për të folur për gjuhën shqipe, besoj që duhet t'i shpeshtojmë akoma më shumë, sepse kemi kuptuar që tek brezat e rinj ka filluar pak të humbasi dhe të krijohet ai trendi, do ta quaja unë, dhe pse nuk është në gjuhën shqipe, të cilët e shohin që të flasin në një gjuhë tjetër, ndihen sikur janë më në modë dhe janë më praktik, por ne duhet t'i bëjmë që ata ta duan dhe ta ndjejnë gjuhën e tyre, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të mbrosh gjuhën tënde, sepse ajo tregon që ne mbrojmë vlerat e kombit tonë dhe mbrojmë identitetin tonë. Më pas folën dy pedagogë, Natasha Shuteriqi dhe Shqipe Shyti Haxhi Hyseni, të cilat shprehen falënderimet e tyre për pjesëmarrjen dhe kaluan në një bashkëbisedim të pranishme në sallë. Në diskutim u përfshin poet, shkrimtar dhe mësues të letërsisë, të cilët ndanë mendimet e tyre mbi evolucionin e abetares, shkronjave dhe gjuhës shqipe, duke theksuar se zhvillimi i gjuhës shqipe ka kaluar nëpër etapa të rëndësishme historike. Referenca ndaj veprës së Kristoforidit dhe abetares ABC shërbyen si piknisje e bashkëbisedimit në këtë aktivitet, ku fjala shqipe u vlerësua si një pasuri e padiskutueshme që qëndron në themel të formimit të saj përmes abetares.
Të nderuar kolegë, faleminderit që morët kohën tuaj. E nderuar kryetare, falenderoj shumë impenjimin tuaj, faktin që morët nga gjitha angazhimet në një kohë kaq vështirë për të kushtuar pak minuta libri. Profesoreshën e falenderoj për kohën, për mundësinë, por edhe për zërin tonë që e përcollët tek mësuesit. Faleminderit shumë. Unë jam Natasha Shuderiqi, pedagoge në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, me një përvojë shumë vjeçare në fushën e studimeve për gjuhën shqipe, por edhe në letërsim për fëmijë, ndoshta ndonjëri nga mësuesit duhet edhe të ketë punuar me librat e mi të gjuhës shqipe nga klasa e 2 deri në klasën e 12. Por sot këtu jemi mbledhur për diçka tjetër, për të folur për tekstin më të fundit studimor, Evolucioni i abetarëve në Elbasan. Ajo që dua paraprakisht t'ju them, zotrin po më pengoj të komunikoj, ajo që dua paraprakisht t'ju them është që në asnjë mënyrë nuk do bëjmë as teori, ju do dëgjoni dhe unë të flas. Jo. Kjo është mënyra që ne kemi zgjedhur. Ne do komunikojmë bashkë. Ne bashkë do flasim, do më jepni mendime, do më kundërshtoni mendimet, dhe pse jo, të krijojmë le të marrim disa përgjigje për 1-2 pyetje që kemi në fund. Fillimisht dua të them që ideja për këtë studim nuk ishte rastësore. Dhe nuk ishte rastësore që vjen nga një kombinim perfekt i imi me shqipen. Unë jam pedagoge e didaktikës së gjuhës shqipe dhe e pragmatikës, që do thotë merrem me mënyrën se si fjala shqipe duhet të shkojë tek fëmijët. Përshëndetje dhe t'ju falenderoj edhe gjithë për të mundësi që na krijuat që këtë punë tonë afërsisht 2 vjeçare të bërë me shumë dashuri për gjuhën shqipe dhe për njerëzit dhe figurat që tashmë janë harruar, ta prezantojmë tek ju. Ju falenderoj të gjithë femrës, Janetën, kryetaren, Evën, tenorin që na kënaqin